A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Lutja Allahun fuqiplot që të na i fal mëkatet në udhën e rrugën e drejtë, na i përmirësoj niyetet dhe veprat tona. Të nderuar vëllezër, ja po shihni se çdo gjë në këtë dunja që ka pas fillim ka dhe fund. I vetmi pa fillim dhe i pa fund është vetëm Allahu fuqiplot. Alhamdulillah. Prandaj, sikurse ky muaj i bekum që po i vije fundi, që ashtu ka më ardhur fundi edhe neve. Edhe zotën një prej urtësive që Allahu xhaleshano ka lënë që njerëzit me ardh, me lind, me jetu edhe me vdek është me i tregu njerëzimit se sado që mendoni që jeni të fortë, sado që mendoni që mrini kulmin e karrierës, të famës, dijes, pasurisë, në fund keni me u zhduk. I vetmi huwa al-awwal wal-zahir wal-batin. Allah ka thënë Kur'an, ai është i vetmi, i dukshmi dhe i mshefti, i pa fillim dhe i pa mbarim, është Allahu fuqiplot. Kur përmendin hoxhallarët në përderset e tyre në fjalën e Allahut ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara, dikush prej neve e shifte shumë larg fundin e këtij muaji, ditë të numëruara. Dhe ja sot e kemi natën e 28 të këtij muaji të bekum, ku na ndaj një eventualisht 2 ditë nga përfundimi i tij. Pra, mbarët 29 apo 30 ditë si Ramazan që mund t'i ketë. Sido që t'jetë, në fund na asesi nuk ban mund dërzu. Në fund nuk na lejot neve që me mendu se u kry çdo sen, bom çka bom, punum çka punum, mund fund jo. Jo. Bashkë në fund duhemi me i dhonë ma shumë për kushtim, ma shumë vëmendje, ma shumë ibadet, sepse është interesant dy hadithet të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam që flasin për ibadetet ndërlidhen me temën tonë. Hadithi i parë është punët shpërblehen sipas qëllimit. Ajo është me përmirësu besimtarin fillim niyetin për izat Zotit dhe pastaj me vazhdu në përmirësim të niyetit, në kontrollim të niyetit, në non-stop deri në fund të ibadetit. Por kjo asesi nuk do të thonë që veç me kaq mu mjaftu. E kemi edhe rregullin tjetër apo hadithin tjetër, i cili është edhe ky i sakt, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë punët shpërblehen sipas fundit të tyre. Sipas fundit të tyre. Do të thonë në fund mos mu korrit. Se zakonisht e ke pa në për puna të caktuara disa njerëz fillojnë me u bë bajat. Edhe në fund bash dorëzohen. Ka akshami dorëzohen. Fillojnë me u përvjedh me hynër hije e me ik ka pak punës, në Islam nuk na lejohet kjo. Njerëzit strateg larpams të mençur e ruajnë këtë takatin bashkë në fund. Njerëzit që e në për gara, e na në ibadete jemi në garë. Jemi në gara me vetën tonë. Me askan tjetër. Na qysh ata kur vrapojnë në garë, e ruajnë takatin për në fund, atë matë shpejtësinë, fuqinë më të madhe, njëjtë na duhet të veprojmë me ibadetet tona, sepse punët shpërblehen sipas fundit. Çka do të thonë me bën fund? Merri shiku vetveten. Bila ato mangësi që e kena pas gjatë Ramazanit, në çdo 2-3 ditë të fundit, mundu mi përmirësu. Tash mundesh me thonë, po, a ja vlen? Po, ja vlen. Po, ja vlen. Vallahi ja vlen. Deri në çastin e fundit ja vlen. Deri në momentin kret fundit, një orë para iftarit fundit, nëse është e nevojshme me kërku pendim të Allahu për mangësitë që i ke pas, ja vlen. Kur s'është vonë te Zoti. E punës shpërblehen sipas fundit, domethënë që tash në fund i dhon pak më shumë zor, që tash në fund mu përkushtu pak më tepër, më u pendu sa më shumë dhe me akuzu vetveten për mangësi. Me akuzu nuk i lejohet besimtarit me u rrit mendja. Qysh? Unë çka bona, unë shumë u fala, musëm ka i kasni taravi,
unë shumë kum lexu, unë kum agjëru të gjitha ditët, ani çka? Çka? Nëse është për me motivu veten, alhamdulillah. Nëse është për me të rrit mene, jo, mas se marrësh me thonë kështu. Marrësh me të rrit menja. Ha din kuj pi livdosh? Që ati që të ka kriju, që ati që të ka fal jetën, që ati që të ka dhonë synin, veshin, zemrën, frymarrjen, kuj pi bishë, se është dhe Allahot, me të mirat e kuj, me të mirat e Allahit. Ka mujtë mës me të kriju fare, kuj pastaj me ju livdu ti, kur s'kishe egzistu, kërkuj. Prandaj, na du të falendrojmë Allahun edhe duhet këtë fund të Ramazanit, sepse pejgamberi a.s. Kur e kanë pyet pse agjeron të hanë të tajte, ka thonë agjeroj të hanë të tajte një prej sebepeve, ka thonë se të hanë të tajte në veprat e mira ngritën të Allahi. Kam qef që njona me lache, kur vjen me lache të hanën, vjen të poshtë, me atë fletorën, thatë. Në t'i shkru vepra ty pi të hanës dhe tajten. Kjo qetra që u konë pi tajten dhe të hanën, kjo i ka mush që të 3-4 dit, me vepra, kjo ngritët për pjetë. Ajo vjen të poshtë. Takohen të ti, të unë, të na. Takohen njëna me tjetërën. Po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë kam qef që mu ngrit kjo me laqja, edhe punën e fundit, e ka nisë domethënë atë letrën, sikur se kjo libra, e ka nisë faqen e parë, kur ka ardhur hanën me laqja, ka nisë Bismillahirrahmanirrahim, e gjeta filanin agjërushëm. Ka shkru e hanë e martë e mërkur ejte. Tajten kam rinë fund. Kur kam rinë fund, po shkon për pjetë me laqja, për shkrun e lash filanin agjërushëm. Po vjen me laqja tjetër me flet me librën e vetë, thatë. Tajten. Po vjen Bismillahirrahmanirrahim. E gjeta filanin agjërushëm. Për përfundon të hanën, e lash filanin agjërushëm. Krejt, dhe më thonë, në mes të tyne veprave, për derisa e ke nisë agjërushëm, e ke përfundu agjërushëm, të letohet përgjithësia në mes. Ramazanin nise me njet për i Zatë Zotit. Gjatë që tyne 30 ditve, mundohë me edhon maksimumin, ama në mënyrë të veçantë në fund, që në fund me ushkru të Allahu që e përfundoj agjërimin me maksimumin e ti të mundshëm. Edha maksimumin. Allahu nuk ta hub mundin. Prandaj, na, kur të vjen fundi Ramazanit, duhet jetojmë, ta përjetojmë Ramazanin, edhe ibadetet tjera, po na po flasim për Ramazanin, se jemi në këtë muj, ta përjetojmë mes gëzimit, përfundimin, mes gëzimit dhe mërzisë. Qysh mes gëzimit? Na gëzohemi që po kryhet ky muj, por jo se shëqyrë që po kryhet e të ha me të pim se kemi nejtë si qyqe ta nditën pa hungër pa pi. Ky nuk o qëllimi. Edhe pse na lejohet me u gëzu që po vjen iftari, se kemi argument ku Allahu ka thonë besimtari ka 2 gëzime, një kur vjen iftari, edhe një kur ta takon Allahun ditën e Kiametit. Por, kur vjen ky iftar, çdo ditë, ose bajramin në fund, nuk është për qëllim që na jemi konë si gjunaha, s'kemi pas mundësi mangër me pi. Jo, na kemi zgjedhë, kemi përmendë, kemi zgjedhë për pikë qefit në ma agjeru. S'na ka shti zori, neve na ka shti dashuria për Allah, neve na ka shti imani, neve na ka shti dëshira me fitu xhenetin, shpërblimin më të madh se sa haja dhe pija, shpërblimin e kësaj bote dhe të botës tjetër. Prandaj nuk ka nevojë kërkujmë ardh keq për neve. Për çka më ardh keq për neve? Na nuk po presim bajramin me gëzim se thash, s'kemi mujt tash, e ka i kemi pata në për kafe, se kena marrë lakmina atyne, të pi kafe ditën. Absolut. Por me gjitha ta, po gëzohemi që po vjen bajrami që e kena përfundu një obligim të Zotit. E kena përfundu. Po gëzohemi që jemi mundu, por në anën tjetër po mërzitemi. Pse? Po mërzitemi, o Zot sa mirë, një mujdit kem aktiv, e u mundum, e u përkushtum, e patëm vullnet, e ti në animove ekstra, ti i lidhe shejtan për neve. Po mërzitemi që tash kamera, ajo fuqia,
që kemi në mrena vetës ka mu dëpsu. Po mërzitemi, a thua, kemi mujt me adhon hakin o Zot. A thu kemi mujt me adhon. Kur besimtari nuk e livdën vetën, për kundrazi e akuzën vetën, kjo e nëzit deri në momentin e fundit me bon sa ma shumë ibadete dhe me kërku falje. Në fund të ibadeteve, tash jemi në fund Ramazanit, përveç që duhet mi dhonë shumë zërë, duhet edhe mu pendu sa ma shumë të ndërum vlazën. Sa ma shumë kërkoni pendim të Allah i thoni kështu Zotit. Nuk ka pa qare me qëtë fjallë unë që po e thamë. Por, për afërsisht. Thoni Zotit, o Allah, mi falë mangësit. O Allah, mi falë dopsit. O Allah, përmirësëmi ato që i kum lonë mangje, që ato lëshimet, përmirësëmi me rahmetin tanë. Thoni, estakfirullah, o Zot, estakfirullah, o Zot, estakfirullah, për çdo mangësi. Këta kemi argument në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili kur e bënte çdo ibadet, në fund kërkonte falje për lëshimet më rana ibadetit. Kur të falim namaz, kur japim selam, gradiatët mojt, mas pari duhet me thonë estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah 3 herë. Pastaj me thonë Allahumma ente selam wa minke selam, te barak te adhe l'gjelali vë l'ikram. Pse e bëm një gjatë tillë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë namazit, çka ke pas mangësi në lëshim, Allahumma që të fjalën estakfirullah 3 herë, ta fal. Ta fal. Vazhdojmë. Gjithashtu, dhe më thonë, në fund jetës ti, pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu e ka zbrit surën e fundit si surët plot, idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Që fjala wastaghfir, Allah i ka thonë, kur ti sheh njerëzit që po hyjnë feje, po përhapet Islami, përhap khejri, madhroje Allahin me fjalën subhanallah, falenderoj më Zot, ti je i patmeta, ti je madhështori. Edhe kërko falje. Për çka me kërku falje në fund jetës pejgamberi? Për mangësitë të cilat ke mujt me i bë. Për mangësitë të cilat ke mujt me i bë. Pra në kret në fund jetës vet, mas 23 vjetë, për kushtim në ibadet, prap me kërku falje. Çka na bjen neve kjo? Kjo neve na jep me kuptu se edhe na, për mangësitë të cilat i kemi në këtë mujtë Ramazanit, tash të forcohemi, të kërkojmë pendim, të kërkojmë falje të Zotit, të mos dorëzohemi, mos u bëni bajat. Aman mos u korritni në fund. Aman mos u korritni, sepse Zoti xhaleshanu i thot melaçeve, çuçi përfunduan, e di Allahi. E di Allahi. Çuçi përfunduan robët e mi, o Zot me plot vullnet, o Zot me plot përkushtim, o Zot me plot falje. Alhamdulillah. Shkruajuni edhe ato mangësit në mes që i kanë pas helbete, faljoni, fshinjoni. Prandaj të ndërum vllazën, amanin men kur ja nisëm ditën e parë, e dytën e tretën, kur erdhi dita e tretë, thash unë. 11 u kry, 3 ditë, 11. Shifeni, s'kan metode 2, 1 ose 2 taravija në fjala. Jashtë të kësaj. A shifni se insani me Allahun xhaleshanu veç korritet. Veç korritet. A shifni se insani qështu po i bim pishman, nëse i kimi lonë pa arsye, taravit, e tjerë, nëse i kimi lonë pa arsye, qështu ka marrë momenti kur kena me vdek, e mi thonë Allahut, la ilaha illallah, o Zot, më kishe këthuj edhe njerë për në dunja, haja, ma, s'ka. Qështu i kemi mira pishman? Qështu është jeta me pishmanlëk nëse nuk i përvjelim kretë kur e kem momentin. Prandaj shfrytëzani sa të keni mundësi edhe mos u dërzani. Allah na falë, na përmirësoft, walhamdulillahi rabbil alamin.